Përshëndetje miq të dashur. Kërkova në arkiv të YouTube-s, diçka më interesoi kë, por rastësisht e pash një artikull ku për Trepçën, ku 2015 që kishin dashur me privatizu Trepçën. Edhe hina, të lexoj, të shikoj videon, kur po thotë që PDK-ja, LDK-ja, AOK-ja, në fillim 2015 pas kanë dashur me privatizu Trepçën. Për beso befasova. Si ka mundësi more miq të dashur që të privatizohet Trepça, ku kanë punu babgjesh, bab, katragjesh, tërgjesh, që i dush tuj, e hala punojnë sot, sa njeri ka vdek aty. Edhe me menu dikush 2015 që me privatizu Trepçën, për bes më do pak absurde. Por të tjera që i kanë hangër, po thëmë kështu, ose kanë privatizu. Po privatizimi që u bo për gjepa tyne, kështu që në të kuptim po thëmë me hangër, është merë. I kanë hangër krejt, fabrikat, që ka pas, plus pas ka ndasht edhe Trepçën. Që unë për Trepçën me që nuk e pas të di. Edhe nina shumë keq për vetë vetës, që se unë pa më herët këtë, që kërë kanë 2015, për bjenë që edhe vjetë gati. Po sa për ne ka njeri po nika. Kështu që më të dashër, atë një më të regu mu, që një njeri me logik shtë a më ne bëngtahen. Sepse kjo, kur privatizohet, o shkatrim shteti. Për Trepçës ka hongër le Kosova, po dhe këtë ishë Jugoslavia. Nuk e di ju e dina se dini, po kur në shku një Jugoslavi për foli, sa konë tita, kur shkaj ke me li borç në pështetet evropiane, ose afrikane, ose amerikane, gjithë mund ja kanë kërku vullin apo stempin e Trepçës. Logariti qëfar vlef të ka edhe ka pas në të ka. E këta 2015-2016 AOK, PDK, LDK, pas kanë dash me privatizu, bravo e koftë, që me thonë. Amo, ma bravo i koftë Agim Batirit. A dini pse? Se më bënë shumë për shtypje, i vetë për kënjeri që i pas kanë dalu këtë aksion. Kure niva, video, e posh, për si të bëhet më bëhet dhe normal. Që Agim Batiri, unë Agim Batirin e kom njoftë, jo kështu personal, po kom dëgju si biznesmen, edhe si politikan. Por që pas ka pos qatë shpesh, madhe në Trepçë, bravo i koftë. E meritani përshëndetje të fortë. Sepse është me ribodës o miqë. Kësa i thojnë, me ta hiqë ka fshatën begoje. E po të njëjtë njerëz, tash, dalin e kërkojnë votë. Votën e popullit. Që për e mërmenja miqë. A meritojnë për dhe këllë të këllë. Por mendimin tem, ja. Sepse, s'po thëmë sen, që me thëmë. Pa shkojmë të ndëgjojmë video, e të diskutojmë së bashku. Në fillim të vitit 2015, privatizimi i Trepçës u shndrua në një nga çështjet më të ndjeshme në Kosovë. Pushtetarët asaj kohe, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e konsideronin privatizimin si zgjidhjen e vetme.
duke synuar shitjen e një giganti ekonomik që mban gjallë shtetin, e përbën një nga tre burimet më të rëndësishme të buxhetit shtetër. Kundër kësaj nisme reagoi fuqishëm Agim Bahtiri, kryetari i atëhershëm i Mitrovic. Ai doli hapur kundër privatizimit, duke theksuar me vendosmëri se Trepça nuk guxon të shitet dhe as të privatizohet. Dhe ardha ime nuk është pa peshë këtu dhe ju marrë me ditë se çka po ndodh me Trepçën. Vendimin tim dhe Trepçës e tani se asnjëherë kurrë në jetë s'kemi me lejuar që Trepça privatizohet asnjëherë, por Trepça do të jetë në kompani publike dhe ajo do të funksionojë në mënyrë më të mirë për Mitrovica e tën se çka dëshiron. Dhe këtë pjesa jonë duhet më rezultet. Për këtë çështje Bahtiri zhvilloi takime me shumicën e ambasadorëve të dërguar në Kosovë, duke kërkuar shqyrtimin serioz të pasojave që do të sillte një vendim i tillë. Një përkrahje të fuqishme në këtë kauzë, ai e pati nga sindikata e pavarur e Trepçës, e udhëhequr nga shqyqyri Sadiku. Si rezultat i kësaj qëndrese të fuqishme, qeveria u tërhoq nga vendimi për privatizim dhe Trepça mbeti në pronësi të shtetit Kosovës. Miniera vazhdoi të jetë një shtyllë e rëndësishme ekonomike, ndërsa kjo rezistencë Agim Bahtirit u dëshmua si një fitore ndaj planeve të dëmshme të pushtetarëve të atëhershëm. Pas miratimit të ligjit që ndaloi privatizimin e Trepçës, ku Agim Bahtiri qëndroi në seancën e Kuvendit Kosovës deri në miratimin e plot. Minatorët i shkuan në zyrë kryetarit Bahtiri për t'i dhënë mirënjohje si shenjë falënderimi që mbrojti fuqishëm interesat e tyre dhe nuk lejoi me asnjë kusht që ky plan famkeq të realizohet. Ja, promis, kjo ishte video që fola më herët. Unë prap po them që du me dhënu vetën, që është ke baba e me të lija, djali jam, kur ka bon koka, jastakun që t'ja kombe. E unë sonte, apo sot, kur që ka me flet, kokaini s'ka me flet jastak. Ama kom të mija po. Sepse 10 vite, edhe nuk e kom pa këtë artikël që pas ka ndasht me privatizu Trepçën. Edhe adrim se se kom gjithë, edhe se kom kërku, sepse se kom imaginu që ka njerë në Kosovë, që mund me imaginu për me shqit Trepçën, ose me privatizu, në ato me që e privatizon të eshe. Kjo është absurdi me që. Përbes kjo video sot më ka befasu. Por çfarë të bëjmë? Jeta ka kështot. E tash, këta po dalin, po kërkojnë vota. Miqtë e mi, populli i dashur, diaspora ime dashur, une veç një pyetje e kam për juve, por një pyetje e një 3 tema. Kur të votoni, a dini pse votohet? Kur të votoni, a dini kuna me adhon votën? Edhe a dini pse ja jepni votën që ati personi? A dini me spjegu për çfarë arsye? Sepse vota nuk jepet pse është i fshatit tënë, pse ka luftu, apo e ki dajin, miq, koshare, koshi, e ki shok, ki simpatik, simpatike. Jo, vota nuk jepet kështu. Vota jepet për një kryeministër që mendon për fëmijën e juaj. I kur thonë juaj, temën të juajn gjithë, pa keq kuptime. Po jo një kryeministër nuk jepet vota një kryeministër që mendon vetëm për fëmijën e vet. Ngjallarëve, dajallarëve, tezëve, tezakave e meren. Por vota halal që është jepet të një kryeministër që punon për popull. E që 25 vjetë, ose që 20 vjetë, asë një kryeministër nuk ka mendu për popull të Kosovës, as për shtesat fëmijëve, as për nëna e ona,
e as për një sen zotit, për pos interesat personale. E ky kryeministër, ky meriton votën, se po punon për Kosovë, për popull Kosovës. Nuk po vjen. Ta morën dhe si shembull të vogël, atë përfundoj që shkoj gatë. Pse kjo qeveri ka pare për shtesat fëmijëve, ka pare për pensione, ka pare me rrit rrogat, ka pare me ble armatim në shtri, ka pare me po 4 miliard budget, ka pare 1 miliard budget. Sepse 11 terminalet doganore që janë konë, 8 prej tyre ju kanë kthy shtetit, ku në fakt, para se marrë Albin Kurti, u konë vetëm një ka pas shteti. Dhe e tjera i kanë pas komandantat, partit. E tash ju miqtë të dashur që keni me dalë 28 dhjetor me votue, tash nani, llogaritni senet, unë as po thon voto këtu, as këtu, as këtu, vetëm ju kisha lutë për fëmijën e juaj me venu mirë. Se është e ardhmja e tyne. Ja jonja, na kena humbur këtë. Është fëmija jonë, fruti i Kosovës. Miq, e dua fort. Hakim Batiri, mos harro bursën ta kofsha dhe kon pantallon e dorë, një drejt ku dush ti typin komelon. Vetëm për që gjest që heroik që pas ke bo. Se me të vërtet ka ke heroi Trepçës. Ja përshëndes miqtë e dashur. Dhe zama. Kryeministër, respekt.